Përshëndetje, jemi në rubrikën Zëri i qytetarëve, i cila i dedikohet avokatit të mirënjohur zotit Alban Duraj. Zoti Duraj, faleminderit që jeni në këtë hapësirë dhe që shpeshherë sqaroni edhe qytetarët lidhur me pyetje nga më të ndryshmet që ata kanë me çështje që i shqetësojnë. Dhe një ndër to unë do e lexoj për ju në këtë moment, është një grua nga kryeqyteti, ka 4 vite që dyshon që i shoqi sipërmarrës e tradhton, pasi ka po kaq vite thot ajo që kemi pasur marrëdhënie seksuale të pakta dhe shpesh herë ndihem me injoruar prej tij. Si t'ja bëj që ta faktoj që ai më tradhton? Kjo është pyetja. Atëre për zonjën e cila ka kontaktuar në rubrikën Zëri i qytetarit, së pari nëse ajo dyshon, pra ka 4 vite që nuk kryen marrëdhënie apo kontakt seksual me bashortin e saj, këtu kemi të bëjmë me një çështje të pastër ku martesa nuk duhet të ekzistojë. Pra, një nga shkaqet për të zgjidhur martesën është moskryerja e marrëdhënieve seksuale në çift, e marrëdhënieve bashkërtore në çift, por natyrisht që kemi të bëjmë edhe me një shkak tjetër, i cili është shkaku i mosjetesës së përbashkët. Pra, në referim të kodit familjes, kodi familjes thotë që një nga shkaqet është, përveç të tjerave, grindjeve, mosmarrëveshjeve të përbashkëta që ka çifti, fyerje të vazhdueshme, është mosjetesa mbi 3 vite bashk, por edhe moskryerja e kontakteve apo e marrëdhënieve seksuale. Pra, seksi është një nga elementët thelbësor për ekzistencën e një familje, për ekzistencën e martesës dhe natyrisht që është një nga shkaqet për cilat njëri prej bashortët, pra i cili në rastin konkret është zonja, pra ajo ka të drejtë që të shkojë në gjykatë me një kërkesë padi dhe të kërkoj zgjidhjen e martesës së saj për këtë shkak. Kështu që unë do ta sugjeroja këtë zonjë që mos të merret fare, pra që të shikoj që pse vjen kjo, sepse është një kohë relativisht e gjatë dhe ajo që kjo zonjë duhet kishte bërë që në momentet e para ishte së pari duhet kishte kontaktuar, pra duhet kishte diskutuar me bashortin e saj lidhur me këtë problem, pra cili ishte problemi. Por ndodh shpesh që çiftet degradojnë, pra marrëdhënien e tyre, pra duke mos komunikuar, duke mos patur një lloj le të themi hapësire për veten e tyre, që do të thotë zonja mund të ketë qenë e dedikuar me fëmijët, bashorti ka qenë i dedikuar me sipërmarrjen apo me biznesin, dhe kjo ka bërë që ky çift të ketë një ndek i cili ka ardhur në mënyrë të vazhdueshme në rritje. Pra, mos komunikimi sjell edhe një ftoje të marrëdhënies së çiftit dhe natyrisht fakti që zonja e ka pranuar, pra nuk e di për rastin se nuk kemi komunikimin apo le të themi informacion për bashortin e saj se si qëndron ky shkak, sepse mund të jetë edhe fakti që zonja mund të ketë qenë e përkushtuar, pra duke qenë se është marrë me punët e familjes, me rritjen e fëmijëve dhe ajo nuk i është përkujdesur apo nuk ka kryer le të themi detyrën e saj për patur një komunikim normal me bashortin e saj, pra sjellja e saj ka bërë që bashorti të mos ndihet i vlerësuar, dhe kjo ndodh shpesh, sidomos në momentet kur këto çifte bën me fëmijë, me disa fëmijë, le të themi edhe ajo rutinë e zonjës është një rutinë normale, pra një shtëpiake e cila nuk dedikohet edhe bashortit të saj dhe ka sjellë një ftoje, pra dhe meshkujt janë natyrisht qenie pak më të dobta për sa i përket kësaj dhe bashorti mundet të ketë gjetur, le të themi, një komunikim tjetër me ndonjë
femër tjetër, pra me një grua tjetër, e cila i ka krijuar mundësinë që ai të ndihet mirë, të ketë dikë që të flasë, të diskutojë, edhe të ketë një lloj marrëdhënie, mund të jetë edhe një marrëdhënie shoqërore, për cilën ne nuk mundet ta aludojmë, se do të thotë që fakti që ajo nuk e ka këtë komunikim, se është shumë, fakti që ka lënë 4 vite, tregon një lloj, mendoj për anën e zonjës, një lloj neglizhence totale. Kështu që, duke qenë se është një kohë e gjatë, unë do ta këshilloja zonjën që mos merrej me hetimin, por për hir të fëmijëve dhe për këtë kohë kaq të gjatë që ka me bashkëshorten e saj, paktën ta bënte një diskutim paraprak lidhur nëse kishin mundësi që t'i rregullonin marrëdhëniet e tyre bashkëshortore apo jo, dhe në momentin që nuk gjendet një lloj normalizimi të situatës së tyre, unë do ta sugjeroja që t'i drejtohej gjykatës dhe mos merrej me investigimin, sepse do të kjo që do të thotë të merrte sepse ka detektiv privat për cilët në qoftë se janë të ligjëruar, nëse mendojnë, dyshojnë se një nga bashkëshortët mundet që të ketë një lidhje tjetër, ajo mund të kontaktojë me një detektiv, zyrat e detektive privat, cilët merren me hetimin e kësaj çështje. Dhe ata e kanë të ligjëruar, e kanë të gjitha procedurat që bëjnë, janë procedura të lishme për të cilat jep atyre kompetencë të plotë për ta provuar. Pra ata kanë regjistrimet e tyre, kanë pamjet filmike, pra pamjet cilat mundet të deportojnë regjistrime edhe në ambientet ku bashkëshorti mundet të kryej marrëdhënie seksuale me të dashurën e tyre, me të dashurën e tij, çdo gjë është me audio, pra është e verifikueshme deri në momentin që këta detektiv veprojnë për të dokumentuar të gjithë këtë marrëdhënie që mund të ketë bashkëshorti i saj. Por unë nuk e sugjeroj, pra në cilësinë e avokatit, por edhe si qytetar, edhe si prind, unë do ta sugjeroja që të bënte një komunikim formal, por edhe njerëzor me bashkëshorten e saj, dhe pastaj t'i drejtojë gjykatës për të zgjidhur martesën, pra nëse nuk kishte dhe nuk duhet që t'i hynte kësaj punës së investigimit privat lidhur me pasjen e një të dashure apo jo. Dhe një pyetje tjetër, avokat, që kësaj here vjen nga një zotëri dhe ai mendon dhe dyshon që gruaja e tij e tradhton, po e lexoj mesazhin. Jetoj dhe punoj prej shumë vitesh në një nga qytetet kryesore të Shqipërisë, siç është Durrësi. Jam i mirë arsimuar, me profesion shumë të mirë, i mirë paguar, edhe gruaja po ashtu, e cila ushtron profesionin e nderuar të mjekut, por prej disa kohësh shikoj një ftohje nga ana e saj, dhe sidomos gjatë periudhës që këto kohë ka zhvilluar shumë edhe roje nate në spital. Mendoj dhe dyshoj që ka nisur një tradhtim nga ana e saj me një prej kolegëve të punës, e kam ndjekur, edhe pse në mënyrë private dhe të fshet, kam zbuluar disa të dhëna dhe kjo gjë më ka tronditur. Atëherë, këtu kemi të bëjmë, pra nëse këto konstatime janë të vërteta, pra të zotërisë i cili na shkruan, atëherë s'ka ngelur gjë tjetër, përse duhet sqaruar, që do të thotë zotëria duhet komunikoj me bashkëshorten e tij, natyrisht që këto duhet të jenë prova të forta, që do të thotë sepse ajo që unë dua që të sjell në parantezë përpara se të japim të sqarim, do të që ka qytetar të cilët kanë delirin e xhelozisë. Pra ka për shkak edhe të çështjeve që unë kam patur, qytetarë të cilët delirin e xhelozisë e kanë, pra është një sëmundje e cila analizohet nga ana psikologjike, nga psikiatrit, siç ka delire të tjera apo sëmundje të tjera, ka qytetarë të cilët qoftë edhe një shikim, një përshëndetje që mund të bëj bashkëshortja me një koleg për shkak të punës apo një komunikim që mund të marrin si diçka e cila si diçka, pra si një tradhtim, ndërkohë që kjo është një rutinë apo një marrëdhënie normale që mund të ketë
edhe zotëria me kolegët e punës, sepse përderisa jetë në një marrëdhënie pune, do kesh kolege, do kesh kolegë, dhe natyrisht nëse këto marrëdhënie janë për shkak të punës, patjetër që nuk duhet të shqetësohet, sepse në rastin konkret doktoresha mund të jetë një kirurge, mund të jetë një mjeke e cila ka kontakt, pra për shkak edhe të funksionit të punës që duhet të komunikoj për një operacion të caktuar, për një ndërhyrje të caktuar me kolegë, me kolege, dhe natyrisht ne ndeshemi edhe për shkak të profesioneve që kemi, bashkëpunimeve tjera me kolege, apo qoftë edhe me bashkëpunëtor, por kjo nuk do të thotë që automatikisht një komunikim që mund të kemi në telefon apo edhe në rrjetet sociale, kjo nuk do të çojë që ne në mënyrë automatike do të kemi lidhje me këtë person që ne kemi komunikim që mund të jetë femër për zotrin, nëse ai është në punë pra me bashkëpunëtore femra, kjo nuk do të thotë që në mënyrë automatike ai do të ketë lidhje me secilën prej tyre, sepse është e pa imagjinueshme dhe e pa shpjegueshme një fakt i tillë, sepse ne kemi dalë në treg apo në punë për të punuar, pra për sjellë të ardhura për punët që bëjmë për familjen tonë. Kështu që unë përpara se zotëria të marrë të vendim, pra vendimin e divorcit, duhet njerë që të bindet, por komunikimi është hapi parë që duhet të bëj me bashkëshorten e tij, sepse këto komunikime ndoshta janë edhe për shkak të funksionit të punës që ai ka. Në momentin që pasaj bindet dhe natyrisht ka prova forta lidhur me këtë, patjetër që rruga e gjykatës është rruga të cilën zotëria duhet që t'i drejtohet. Qartë, avokat, faleminderit shumë për këto mesazhe dhe këto këshilla që ja dhat për këto dy persona vështirësi. Ju falenderoj shumë për mundësinë që më jepni dhe mirë takofshim në rubrikën e ardhshme. Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions.